mbledhur po edhe Sa praktik. ka më shumë ti keme leju nëse bosh kryetar? Po Kaçaniku një do ka më shumë se 7 kate. 7 katë. Ne do t'i mundësojmë që të ketë levërdi edhe investitori edhe pronari. Sa katë? Unë menoj që duhet të shkojë deri në P+8. Mirë, dhe në Kaçanik, në qendrën urbane, në zonën e parë, aty kemi banesat cilat janë ndërtuar pas lufte dhe sot e kësaj dite nuk janë të certifikuara, nuk kanë tapi. Mesin e tyre jam edhe unë, kam ble banes, kam rënë lejthitje, pronari ka thonë se gjithçka është në rregull dhe nuk kemi mujt me u pajis me certifikat të banesës. Dhe unë si kryetar komune do ta trajtoj me prioritetin më të madh, jo të kshyer të hap dosje me çu di kanë burg, po duhet adresu qoftë në gjykatë, qoftë në organet që përkatëse për me i trajtu dhe duhet me u certifiku. Banesat cilët janë të ndërtuar për fat mirë tashti, janë të përmbajt mbas informatës që i kam kushteve teknike, mirë po në të ardhmen nuk do të ketë investime, nuk do të ketë ndërtime përderisa nuk i plotësojnë kushtet, jo vetëm letër po edhe praktik. Sa ka më shumë ti keme leju nëse bosh kryetar? Po Kaçaniku një do ka më shumë se 7 kate. 7 katë. Sa katë kime lanë me ndërtu? P+7. P+7. Sa katë keme leju ti nëse bosh kryetar komune? Fillimisht kemi me e rishiku planin zhvillimor komunal. Për shkak se plani zhvillimor komunal duhet me kalu edhe në kuvend komunal për me qenë plot fuqishëm. Kur e rishikon, sa ma shumë ti? Kur e rishikojmë duhet me u bo edhe shpimet gjo logjike, edhe shpimet gjo mekanike, edhe harta zonale, për shkak se komuna e Kaçanikut nuk ka harta zonale. Mendojmë që P+7 mendoj që aty duhet jetë. Sa ka do të lejosh ti Heset? Në brenda në qytet, aty ka objekte të vjetra. Ne do t'i mundësojmë që të ketë levërdi edhe investitori edhe pronari. Sa katë? Unë menoj që duhet të shkojë deri në P+8. Etazhiteti më i lartë i lejuar është i përcaktuar me udhëzimin administrativ për norma teknike të planifikimit hapësinor, por komuna si të nivelit Kaçanikut nuk lejohet të shkohet mbi 7 kate. Me plani jot urban. Po, planin tim urban, me qenë se ende komuna Kaçanikut duke ka plan urban të detajzuar, në bazë kushtet dhe pozitës geografike që ka komuna Kaçanikut, unë planin tim do ta baj me stafin tim, do ta meratoj në kuvendin e komunës së Kaçanikut, do të shojmë mundësitë dhe hapësirat ku ka mundësi të ndërtimit.